Ilaçet e shtrenjta për kancerin Rama 15 milion euro ekstra për pacientët e onkologjikut, shërbimi plot dhe falas për rikonstruksionin e gjirit për gratë dhe vajzat. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se do të hapet një linjë financimi nga buxheti i shtetit për pacientët me kancer. Rama u shpreh se do të futen 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut, ndërsa theksoi se gjithashtu për herë të parë gratë dhe vajzat që kanë kaluar kancerin e gjirit do të përfitojnë të plot dhe falas shërbimin e rikonstruksionit të gjirit. Për herë të parë do të hapim një linjë financimi vetëm për këtë nevojë etike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Për herë të parë shërbimi i rikonstruksionit të gjirit për gratë dhe vajzat që kalojnë kancerin do të jetë i plot për të gjithë dhe falas, u shpreh kreu i qeverisë. Kryeministri u shpreh se 4600 mjek, infermier dhe farmacisti dhe 14000 teknik dhe laborant do të përfitojnë një rritje të repagash. Po ndalem tek lufta me kancerin dhe nevoja për barnat shtrenjta që kërkon kjo luftë. Për herë të parë do të hapim një linjë financimi vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Për herë të parë, shërbimi i rikonstruksionit të gjirit për gratë dhe vajzave që kalojnë kancerin do të jetë i plot për të gjithë dhe falas. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë do të udhëheqë projektin e ngritjes Institutit Kombëtar të Tumoreve për Shqipërinë 2030. Ndërkohë, 4600 mjek, infermier dhe farmacisti dhe 14000 teknik dhe laborant do të përfitojnë një rritje të repagash. Ky është një mesazh për gjeneratën e red bluzave të bardha se në Shqipëri qëndrohet dhe punohet me dinjitet. Shqipëria 2030 do të bëhet vendi ku ikja do të jetë thjesht zgjedhje individuale, jo imponim nga pamundësia për të qëndruar dhe punuar këtu.